Pejgamberi Sulejman a.s. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ta. Në një kohë të bekuar dhe të ndryshuar nga pejgamberlleku, në një fist të zgjedhur nga Allahu, lindi djali një pejgamberi të madh, Davudit a.s. Ai u quajt Sulejman, që në femiri Sulejmani tregoi një zgjuarsi të jashtëzakonshme dhe një mençuri që ka përcente moshën e tij. Allahu i kishte falur atij një mendje të thellë, një gjuhë të urtë dhe një zemër të mbushur me drejtësi. Ai nuk ishte thjesht djali i një mbreti, por bartësi i një trashëgimie pejgamberike dhe mbretërore që do të trondiste botën. Qysh në moshë të vogël Sulejmani a.s. u bë pjesë e kuvendeve të urtësisë, ku Davudi a.s. gjykonte çështjet e popullit. Në një rast të përmendur në Kur'an, dy burra sollën një çështje, njëri kishte një kopsht, tjetri një tufë delesh. Delet kishin hyrë në kopsht dhe e kishin shkatruar. Davudi dha gjykimin e tij, por Sulejmani dha një zgjidhje më të drejtë dhe më të matur. Allahu e përmendi këtë moment në librin e tij dhe tha: "Ne ja dham të kuptuarit Sulejmanit." Ky ishte fillimi i një rrugtimi hyjnor drejt një misioni të madh. Kur Davudi ndroi jetë, Allahu e zgjodhi Sulejmanin si pejgamber dhe si mbret mbi ben israelitët. Ai trashëgoi jo vetëm fronin, por dhe urtësinë, drejtësinë dhe lidhjen e fortë me Allahun. Por ndryshe nga çdo mbret tjetër, Sulejmani a.s. u dallu me dhunti të pazakonta. Allahu i nështroi atij erën, xhindët, shpendët, kafshët dhe madje e mësoi gjuhën e tyre. Ai dinte të fliste me zogj, të kuptonte fjalët e milingunave dhe të jepte urdhra krijesave që të tjerët nuk i shehin. Ai organizoi ushtrinë e tij në një mënyrë të përsosur. Njerëzit, xhinët dhe shpendët ishin të rreshtuar në një sistem që nuk kishte shembull mbi dhe. Një ditë teksa ushtria po marshonte, milingunat njoftuan njëra tjetrën të futeshin në strofullat e tyre që të mos shkeleshin pa dashje. Sulejmani u zëqeshi dhe falenderoi Allahun për këtë mirësi dhe për faktin që ishte mundësuar të kuptonte fjalët e tyre. Ai ndërtoi pallate me pasqyrim me ujë dhe kristali që i ngjanin parajsës dhe sundoi me drejtësi për vitet e tëra. Por nuk ishte vetëm madhështia jashtë me ajo që e bëri të lavdishëm, ishte besimi, devotshmëria dhe përulësia ndaj Allah. Ai nuk e përdori fuqinë për arrogancë, por për të sjellë drejtësi dhe për të kthyer njerëzit te Zoti. Një nga historitë më të fuqishme ishte ajo me mbretëreshën Belkisa. Ai kishte dëgjuar për një mbretëri të pasur në Sebej, ku sundonte një grua që adhuronte diellin. Sulejmani nuk e pranoi që një krijesë të adhurohej në vend të krijuesit. I dërgoi një letër ku e ftonte në Islam dhe në përulësi ndaj Zotit të gjithësisë. Belkisa u habit nga letra dhe vendosi të shkonte vetë në pallatin e Sulejmanit a.s. për të parë kush ishte ky mbret që kishte pushtet mbi gjithçka. Sulejmani kërkoi që froni i saj t'i sillej përpara se ajo të mbrinte. Një xhin tha se do ta sillte para se të çojnë nga vendi. Po një njeri që kishte dituri nga libri i Allahut e solli brenda një çasti sahabe mbyll syt. Kur Belkisa mbriti dhe pa fronin e saj aty, ajo u trondit dhe kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një mbretëri, ishte një shenjë nga Zoti. Kur hyri në pallat dhe pa dyshemen prej kristalit që dukej si ujë, ajo ngriti fundin e fistanit nga frika se do të lageshin këmbët. Sulejmani i sqaroi se ishte kristal. Ajo e kuptoi se po përballej me një njeri të dërguar nga Zoti dhe shpalli besimin e saj. Unë i dorëzohem Allahut Zotit të botëve së bashku me Sulejmanin. Sulejmani nuk ishte thjesht një sundimtar, ai ishte shërbëtor i Zotit. Falte namazin në mëngjes dhe në mbrëmje. Kujtonte Zotin, Allahun në çdo hap. Ai kishte fuqi mbi erën që e barte kudo donte. Ndonjëherë në mëngjes në një vend të largët dhe në mbrëmje në një tjetër. Ai e përtorte këtë dhunti për të përhapur fenë e Zotit dhe për të sjellë drejtësi mbi tokë. Xhindet punonin për të, ndërtuan pallate, statuja, kazane të mëdhenj dhe kështjella. Por asnjëherë ai nuk u mbështet në ta. Ai e dinte se pushteti i tij ishte vetëm me dijen e Allahut. Ai lutej: "O Zoti im, më fal dhe më dhuro një mbretëri që nuk i takon askujt pas meje." Dhe Allahu ja pranoi lutjen. Ai qëndroi për ulur deri në fund. E dinte se jeta është e shkurtër dhe pushteti kalimtar. Kur erdhi koha e ndarjes nga kjo botë, Allahu vendosi që ta merrte shpirtin në një mënyrë që xhintet të mos e kuptonin menjëherë. Sulejmani vdiq duke qëndruar në këmbë i mbështetur mbi shkopin e tij. Xhintet vazhduan të punonin duke menduar se ai ishte ende gjallë. Vetëm kur një krim filloi të grynte shkopin dhe ai urrëzua, ata e kuptuan se ai kishte vdekur. Kështu Allahu tregoi se ata nuk e dinin të fshehtë, dhe se vetëm ai është njohësi i së padukshmës. Vdekja e Sulejmanit ishte një mësim për të gjitha krijesat. Një njeri që kishte pasur çdo gjë që kishte sunduar mbi njerëz, gjin, shpend dhe kafsh, ushtrinë e tokë, ashtu si çdo njeri tjetër. Ai la pas një trashëgimi të paharruar, drejtësi, besim, urtësi dhe përulësi ndaj Allahut. Ai ishte mbret dhe pejgamber, por mbi të gjitha ishte rob i Allahut i bindur. Në kujtesën e besimtarëve, Sulejmani a.s. do të mbetet përjetësisht shembulli i një njeriu që zotroi botën, por e kishte zemrën e tij të lidhur vetëm me Zotin e botëve. Dhe ai ishte pra besimtar. Ishte që adhuronte vetëm Zotin dhe ishte modest.